Nxënësit e shkollës së mesme dhe Askaltodri në Elbasan po përgatiten për festivalin e parë të shkencës. Një aktivitet i parë i këtij lloji në shkollat tona, Dita Ndërkombëtare e Grave dhe Vajzave në Shkencë promovon rolin e tyre në fushat eksakte me qëllimin për të frymëzuar dhe përmirësuar barazinë gjinore në ekosistemin shkencor, të mbështetura nga një tjetër grua e suksesshme në kërkimin dhe prodhimin e produkteve medicinale e kozmetike bioorganike, si Lindita Vrushi. Projekti ka në fokus produkte në favor të jetës së shëndetshme dhe promitisit. Sot është Dita Ndërkombëtare e Vajzave dhe Grave në Shkencë. Unë besoj shumë që ne së bashku mund të krijojmë projekte ambicioze, projekte të cilat sjellin dhe krijojnë në jetë produkte dhe gjithçka që i duhet më së miri jetës së shëndetshme apo dhe mbrojtjes së mjedisit. Unë jam shumë e lumtur që në grupin tim jashtë pune, bashkëpunoj me vajzat të gjimnazit Daskaltodrit, të cilat së bashku me mësuesen e tyre që është këshillënduse e karrierës, të krijojnë kompaninë prodhuese në shkollë për produktet kujdesit të shëndetit. Me mbështetjen e mësuesës së këshillimit të karrierës, Ornela Kardashi, projekti arriti në një stad të avancuar dhe të prekshëm. Projekti ynë konsiston në bashkëpunimin me laboratorin kërkimor Amel Extract në prodhimin e një produkti bioorganik i cili ka bazën në natyrë. Slogani ynë është: ne bashkëpunojmë me natyrën, ne nuk e keqpërdorim atë. Dhe të gjitha këto mbetje që do të vinë nga produkti ynë, do t'i rikthejnë tokës njëjtë si një pasuri e marrë hua. Drejtuesin e kompanisë Amel Extract dhe gjithashtu kimisën zonjë Linditën, çdo gjë u bë mundur fal mësueses sonë të këshillimit të karrierës Ornela Kardashi, e cila na bëri të mundur që i gjithë projekti jon të arrinte të shkonte edhe në faza më të mëdha, duke bërë të mundur që ne t'i preknim prodhimet kimike të produkteve tona, akoma dhe më nga afër dhe të njihnim akoma dhe më mirë proceset që ne duhet të ndjekim dhe hapat. Mua më pëlqen shkenca, sepse më bën kurioze dhe më bën të kuptoj se si funksionojnë gjërat. Shkenca nuk është vetëm një mësim, por është provë, janë eksperimente, janë zgjidhje problemesh apo edhe pyetje. Gjithashtu, për mua shkenca është interesante sepse lidhet me jetën e përditshme dhe me ato që mund të bëjnë në të ardhmen. Shkencat e natyrës është ajo që na ka treguar një të vërtet shumë të thjeshtë, ne nuk jemi shkatrues të natyrës, por përkundrazi jemi miqtë e saj. Festivali i shkencave është ajo që na e bën më të qartë këtë gjë. Ndër gratë që mua më frymëzon më shumë është Marie Curie, e cila pavarësisht vështirësive të kohës, arriti që me frymëzimin që kishte ajo për shkencën, për dashurinë që kishte për shkencën, të bëhej gruaja e parë që fitoi çmimin Nobel në 2 fusha, në kimi dhe në fizik. 11 shkurti shënon Ditën Ndërkombëtare të Grave dhe Vajzave në Shkencë, e shpallur nga Kombet e Bashkuara për të njohur rolin e tyre kritik në shkencë dhe teknologji. Kjo ditë synon promovimin e barazisë gjinore dhe pjesëmarrjen e plotë të grave në këtë fushë.